Faleminderit shumë nën kryetar, i nderuar kryeministër, të nderuar kolegë ministra, të nderuar deputet. Unë dola sa për të raportu pak, se u fol shumë për zhvillimin ekonomik, më vjen keq që nuk ndërlidhet fjala eme me fjalën e parafolsës, po kem këtu ministrin e shëndetësisë dhe besoj që ai do jap përgjigjet. Mirë po, u fol shumë për programin për zhvillim ekonomik dhe deshta dal me qëllim që tregoj që masat e cilat po i marrim në bashkërendim edhe me ministri tjera të cilat kanë në mandat zhvillimin ekonomik, sigurisht që do të ndikojnë shumë shpejt në hapjen e vendeve të reja të punës. Gjatë periudhës kohore 12 dhjetor 2014 deri me 8 mars 2015, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka punu me përkushtim në fuqizimin e sektorit privat. Po i përmend vetëm disa prej aktiviteteve. Është bërë ndarja e granteve për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nga fondi i përbashkët i Bashkisë Evropiane, rreth 4 milion, nga ky fond janë ndarë grantet prej 25.000 euro për 25 ndërmarrje mikro dhe deri në 200.000 euro për 15 ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Është në përfundim e sipër procesi i themelimit të mekanizmit të skemës për garantim të kredive, i cili është një fond i donatorëve rreth 14 milion, ku Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kontribon këtu fillimisht me 1 milion euro, fond ky i cili do të bëj 50% të mbulimit të hipotekës, e cila mendojmë që merr me 50% të mbulimit të hipotekës, merr 50% të rrezikut, e cila drejt për drejt do të ndikoj edhe në uljen e kamatave, po gjithashtu edhe do të ketë qasje më të lehtë sa i përket bizneseve në institucionet tona financiare. Së bashku me administratën tatimore dhe doganat jemi duke bë integrimin jemi duke bë projektin, kemi inicu për integrimin e sistemit të regjistrimit dhe unifikimin e numrit të biznesit me numrin e të vëshes, numrin fiskal dhe numrin për certifikatën për eksport dhe import. Besojmë që kjo do e rris transparencën dhe në masë të madhe do ul birokracinë. Ministria jonë së bashku me Ministrinë e Diasporës kemi mbajt disa konferenca për promovim të investimeve në Gjermani, në Zvicër dhe në Austri, ku kem shpalos programin qeveritar, edhe në fakt kem ftu diasporën tonë që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, kemi pa që kanë një vullnet jashtëzakonisht të madh dhe jemi në përgatitje të projekteve konkrete për fushat ku ata kanë interes. Me qëllim të përmirësimit sektorit privat, MTI gjatë kësaj kohe ka hartu edhe koncept dokumentin për politikat industriale, gjithashtu kemi finalizu edhe planin zhvillimor për sektorin e turizmit dhe planin e veprimit 2015-2017. Sa i përket integrimit e ekonomisë sonë në tregjet rajonale dhe globale, gjatë kësaj kohe janë bërë përgatitje intenzive brenda ministrisë për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit sapo ajo të jetë nënshkruar. Jemi në negociata shumë intenzive në kuadër të CEFTA-s për shërbimet, po bëjmë ligjin për shërbimet e kemi pothuajse gati ku po bëhet edhe transpozimi i direktives evropiane për shërbimet. Gjatë kësaj kohe, në fakt në kuadër të CEFTA-s është arritë edhe marrëveshja e qeverisë son me qeverinë e Bosnjë-Hercegovinës për njohjen reciproke të certifikatave veterinare. Bisedat janë udhëhequr nga MTI dhe si rezultat nga një shkurti ky problem është zgjidhur. Ne kemi fillu gjithashtu aktivitete shumë intenzive për përgatitjen e aplikacionit ton në organizatën botërore të tregtisë dhe për këtë qëllim deri tani kemi mbajtur 6 takime me organizatën botërore të tregtisë dhe me vendet anëtare të kësaj organizate. Sa i përket përmirësimit të lëvizjes së lirë dhe të mallrave dhe rregullimit të tregut të brendshëm, unë duhet të them që Ministria jonë në bashkëpunim me doganat e Kosovës ka filluar një projekt për kompletimin e një laboratori kimik për kontrollin e cilësisë së naftës. Për këtë qëllim parashihet edhe pajisja e inspektoratit të tregut në kuadër të ministrisë me një laborator mobil që do të mundson fleksibilitet dhe mundësi për kryerjen e të gjitha inspektimeve të paralajmëruara. Të nderuar deputet, për herë të parë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë evidentimin dhe regjistrimin e të gjitha pikave të shitjes së karburantit në Kosovë me pajisje GPS, duke përfshi këto edhe komunat e Veriut. Dhe janë evidentu komplet
865 pikat e karburanteve me pakic, prej cilave 733 janë në funksion, ndërsa 133 nuk janë aktive. Më lejoni t'ju tregoj se me 31 dhjetor 2014, rreth 14% e pikave të karburanteve nuk kanë pasur licenca, kanë qenë duke operu në treg pa licenca. MTI-a ka fillu aksionin e mbylljes së të gjitha pikave të cilat nuk kanë pas licenca dhe ky aksion nuk ka pas për qëllim që të mbyll vende punës apo të mbyll biznese, po qëllimi vetëm ka qenë që faktikisht të respektohet ligji. Dhe tani kemi një numër shumë të madh të aplikacioneve ku në fakt të gjitha pikat pa licenca gradualisht në kuadër të kapaciteteve që ka MTI-a po licencohen. Besojmë që kjo është një arritje e madhe. Paralel me këtë, Departamenti i Meteorologjisë po bën kalibrimin, apo siç është njohur në gjuhën e sektorit, bashkëdarimin e të gjitha pajisjeve të qitjes për të vërtetuar nëse litri është litër. Edhe kjo, konform kapacitetit, është një projekt i cili do të marrë një kohë më të gjatë, mirë po është diçka të cilën e kemi ndërmarrë dhe e kemi me shumë prioritet. Ne gjithashtu, në kuadër të rishikimit të tregut dhe rregullimit të naftës, në kuadër të këtij departamenti, po bëjmë rishikimin e ligjit të naftës dhe shumë shpejt do e sjellim për plotësim ndryshim dhe të gjitha udhëzimeve administrative të cilat autorizojnë trupa inspektuese që janë operator privat edhe laborator për kontrollin e cilësisë, të cilët janë prap kompani private po operojnë në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ne nuk jemi të kënaqur me performancën e tyre, po ndrojmë udhëzimet administrative dhe shumë shpejt do të hyjmë në marrëdhënie kontraktuale për t'i ndarë mirë fushat e përgjegjësisë së tyre. Ne, siç e dini, kemi në kuadër tonë edhe Agjencionin e Standardizimit dhe gjatë kësaj kohe Agjencioni i Standardizimit nëpërmjet komiteteve teknike ka miratuar 166 standarde. Ne po kemi hap, siç e dini dhe me iniciativën e kryeministrit, dialogun me sektorin privat, janë bërë disa takime me komunitetin e biznesit, ne po takohemi çdo ditë me ta, shumë shpejt do të bëhet edhe funksionalizimi i Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, i cili këshill do të udhëheqet nga vetë kryeministri, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të jetë koordinatore dhe brenda ministrisë ne do të kemi sekretariatin, aty mendojmë që t'i adresojmë të gjitha barierat të cilat sot i kanë kompanitë private. Mendoj që të gjitha këto aktivitetet të cilat kanë ndodhur për 100 ditë, padyshim që do të përmirësojnë ambientin e biznesit dhe do të kenë ndikim në krijimin e vendeve të reja të punës, po mos harrojmë që mandati nuk është 100 ditë, është shumë më gjatë, kështu që priten që me të vërtetë premtimet që i kemi dhënë dhe gjanat të cilat i kemi premtuar në program të realizohen. Ju falenderoj.